أوليائه تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا عباد الله يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. E falenderojmë Zotin e Madhrishëm për të gjitha këto të mirat që na I ka dhënë, të cilat janë të panumëruara. E sidomos e falenderojmë Allahun pa ndërprej që na udhëzoi në Islam. Salavatet dhe përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot do t'i kalojmë, apo faktikisht sot do të flasim rreth ajetit kuranor të cilin e recitova në fillim në Suratul Maide, që Allahu Azza wa Jall në këtë faqe të kësaj sures e përmend ajetin më lart: El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ne u plotësuam këtë fe juve, fen tuaj, e plotësuam atë fe të cilën është fe për tërë njerëzimin, që Allahu Azza wa Jall nuk pranon përpos Islamit asnjë fe tjetër. Dhe unë jam I kënaqur me Islam, wa raditu lakumul islam dina. Allahu është I kënaqur me fe islame dhe me asnjë tjetër. Dhe Zoti Xhaleshanuhu ve Xhelle Xhelaluhu në këtë sure përmend shumë hukme, shumë rregulla për muslimanin edhe muslimanen. El-yawma uhilla lakumut tayyibat. Gjithashtu sot, fjala el-yawm është sot, e ka kuptimin sot, por prej tashit e tuqe, do me thonë prej tashit e tuqe, njerëzit orientohen kështu: El-yawma uhilla lakumut tayyibat. Sot juve va bën halal çdo e mirë, çdo send I mirë që është në dobin tuaj dhe nuk është në domin tuaj, është bën halal. Edhe ngel më ajo që është halal deri në ditën e Kiametit, dhe ajo që ngel haram deri në ditën e Kiametit. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum. Ushqimi që vjen prej ehli kitabit është halal për ju, prej idhtarëve të librit. Ushqimin që e përgatitin idhtarët e librit, jahudit dhe krishterët, është I lejushëm dhe halal për ju ato ushqime të cilët janë halal për muslimanin. Allahu e caktoi këtu ehlil kitab, kurse prej mushrikit a është halal apo jo. Prej ati politeistit kuptohet me ajet se ushqimet të cilët I bëjnë jo besimta ato mushrikinët që I bëjnë Allahu turtak nuk o halal. Nëse kuptojmë kështu,
atëherë çdo ushqim që vjen prej budistëve nuk duhet pranuar. As gjath, as kos, as mill, as kur një send. Nuk është ashtu. Këtu kuptohet se këtu bëhet fjalë për therrjen e hajvanit që i hahet mishi prej idhtarëve të librit. Se gjath me hëngër të mushrikin nuk është haram, gjathi është halal dhe ai të shërben faktikisht të jep hedije, dhe në kohën e pejgamberit kjo ka ndodhur shumë, sa ata kanë qenë mushrikin, por ju kanë dhuru muslimanëve. Ju kanë dhuru muslimanëve prej ushqimeve që është halal, jep shëqer, krip, jep ushqim faktikisht që nuk ka të bëje me të prejemen, nuk ka të bëje prej hajvanatit me shpirt. E me këtë kuptohet se këtu bëhet fjalë për mishin që e ham prej idhtarëve të librit, jahudive dhe krishterëve që e përdorin, që e presën. Dhe ai mish që i hahet mishi normal, ai hajvan që i hahet mishi tek muslimanët. An Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu qultu ya Rasul Allah inna laqul aduwi gadan wa laysat ma'na mudan qala ajil أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. Rafi ibn Khadiji ka thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne të nesërmit do të takojmë armiqt, do të dalëm luftë. Çka do të bëhet halli me ushqim? Çka do të bëhet halli me haje? Ato nuk kanë patë sikur tash që kanë njerëzit. Ka qenë shumë kotllaku i madh. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot gjithë ushqimin, gjithë mishin të cilin do t'ja përmend emri Allahut kur apre hanja, e mos e hani atë mish i cili i ka dhëmbët, ai hajvan i cili i ka dhëmbët e qitëm për jashta që e pret mishin. Me thonë, qka tjese prej e gërsinës, që e zini dhe i ngjanë dhëmbëve të ujkut, dhëmbëve të macës, dhëmbëve të qenit, dhëmbëve të e gërsinës që pret mish me di dhëmbë të parë, edhe shpenzve të cilët e mbitin shpenzën tjetër me thojt e saja, si shqiponja. E mishi shqiponës, pse nuk i hahet mishi shqiponës? Nëse ne e studiojmë logjikisht, shqiponja a ngjan pulës. Si është e mundur, mishi i pulës hahet, mishi i shqiponës nuk hahet, i skifterit nuk hahet, që e ka shqepin e kthim edhe i ka armë, i ka thojt, faktikisht me thoj e mbitën atë shtazën tjetër, atë kafshën tjetër. Dhe ata nuk i hahet mishi, për shkak se e ka shqepin që të kthim e ka. Edhe mish të shpenzve që ata me thoj e mbitin atë tjetrën dhe han, ato shpenz nuk hahen. Ato shpenz nuk hahen. Këtë ato që priten me emrin Allahut Azza wa Jall. Dhe hajvan që priten me thoj, ka thojt madh, me thoj e pret hajvanin. I ka thojt e fort dhe thojt e mëdhej, dhe me thoj japkutën qafën. Nuk i hahet mishi. Po ja pret ato damat, ja pret ati halis, sikur se që e pret thika gjati. Nuk hahet mishi. Me dhamë, e merë një shpesë edhe me dhamë jap ku të kryet. Nuk i hahet mishi asa shpesës. Të thotë se me kanë se e pret me këto digjarat, pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thënë, e ndaluam ati hahet mishi që ati hajvanit, që ti e pret me thoj, edhe jap ku të kryet me dhamë.
Nëse i dërgohet mish të hajvanit, të lopës, pi ehli kitabit, ose pi ati posa ka hi në islam, sikur transmetohet një hadith i pejgamberit alayhis salatu vesselam, ku e transmeton Aisha radiallahu anha, thot ja Rasulullah, neve na dhurohen mish, na dhurohet prej njerëzve të cilët posa kanë hi në islam. Nuk e dina ata, a i dinë rregullat e të premës të hajvanit apo jo. A e përmendin emrin e Allahut ata kur e kanë preje apo jo. Pejgamberi alayhis salatu vesselam çka i thot? I thot, semmillahe wa kul. Ti përmende Allahun edhe haj. Përmende Allahun edhe haj. Kja hadith ka të bëje me atë njeri i cili posa ka hi në islam, që ende akoma nuk i din rregullat e islamit krejt. Sikur Allahu azza ve xal njerëzve kur va ka shpall këto ajetet e fundit, këto janë ajete prej ajeteve të fundit, me thënë pasi që njeriu a fut në islam komplet, ka hi në islam mrena një periudhe, një kohë të gatë, dhe ka zonë të vend imani, besimi në Allahun azza ve xal si duhet, dhe Zoti xhaleshanuhu ve xhelle xhelaluhu i ka shpallur ajetet që ka vur rregulla se si njeriu të haje, si të pije, si të gjuje. Ulemat e islamit, dietarët e mëdhej të islamit, kur i kanë marrë, kanë vëndu temat të ndryshme të islamit, më së pari këtu të çështja e të premës të hajvanatit, e kanë vënu temën e gjuetis, të gjuetmes. Me këtë kuptohet se Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmende, e ka mësu robin e vet edhe si të gjuje, dhe i ka tregu se kjo e gjujtme është halal dhe kjo e gjujtme është haram. Në këtë mënyrë, nëse gjuhet kafsha, nëse e gjuhën kafshën, është halal, kurse në këtë mënyrë është haram. Nëse e lëshon qenin, e ka përmend edhe qenin që gjuhën, zagarin që gjuhën, Allahu azza ve xal e ka përmend në Kur'an, në këtë sure, Suretul Maide. Qeni apo zagari i mësuar që e mëson gjuetari se si të gjuhi, dhe e përmend emrin e Allahut azza ve xal. Kur e lëshon qenin dhe atë mish që e kapën ai zagar, ai qen, edhe pa e prunë të zotriu, të i zoti i ti, i dul shpirti ati leprit, apo ati kaprullit, apo asaj e gërsinës, që i hahet mishi dhe i hahet mishi edhe pse nuk e kapi ki mota prese. Pse? Se është qeni i mësu. Kush nga treguj këtë? Nga ka tregu Allahu azza wa jalla në Kur'an. Nga ka tregu i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe pastaj fillojnë temat që kanë të bëjnë me njeriu se si e merr atë kafshën shtëpiake dhe e pret, ose e ka zonë kafshën e egër edhe e ka në dorë dhe nuk e mbit, por ati i bëhet obligim ta prese si ka urdhëruar pejgamberi alayhis salatu vesselam. Në barkun e nanës lopës, faktikisht, në barkun e lopës, gjendet një viç i vogël. Si zakonisht njerëzit nuk i hanë këto, pse ju vjen gërdi. E kanë pyet pejgamberin alayhis salatu vesselam, ja Rasulallah, tunharu an-naqatu wa tudhbahu al-baqaratu wash-shatu fanajidu fi batniha al-janin anulqihi am na'kuluhu, qala in shi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. I kanë thënë, ja Rasulallah, kur e presëm ne një deve ose një dele, e cila është shtatzan, gjebe, ose lop, po marë parasysh, e në barkun e saj e gjejmë atë viçin e vogël, atë qengjin në barkun e saj. Ata hudhim, thot, apo ta ha. Prej nesh, shtash kur të në bëhet kjo pjetje, thëmje,
ma, kamet që ti ta hash atë fuge. Pse e fugim, na se kemi shumë. Na ka thonë Zoti shumë. Po me I pit ma pleqt, që kanë mbi 70 vjet, 80 vjet, e kanë marrë parasysh këtë çështje. Kur s'ka pat ushqim sa duhet, kur ka qenë varfënia e madhe, a shkoni kal edhe atë likurën diqish ta përdorje ta haj. Likurën e hajvanit. Prej mos pasmes, e sidomos viçi 8 muaj, 9 muaj, ose qenjë ati, ka ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, e premja e nonës saj është e premja ati viçit. Në më thonë, e premja që e ke preje me bismillah lopën, edhe viçi konsiderohet si I preje. Edhe viçi në barkun e saj konsiderohet si I preje. Thot pejgamberi, nëse dëshiron, ha lirisht, dhe nëse të vjen efsh, apo të vjen gërdi, dhe të lirisht mund të hudhish ato. E faktikisht, pejgamberi a.s. ka thënë, e lejushme është të hahet aj viç, aj qenç, ose ajo deve e vogël në barkun e nënës saj, me të premën e nënës pritet, do me thënë, edhe quhet I konsiderohet I prem, edhe aj viçi që gjendet në barkun e lopës, ose të deles, ose të deves. Në mësoj Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem këto gjëra. Këto e në regula që muslimani duhet të përmbahet. Zoti Gjellëshanu ve Gjelle Gjelalu thot, wa ta'amu alladhina utul kitabe hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ana sjelltas pa dyshim, I thartë e librit e kajnë lirisht lejushme të hanë prej mishit që na e presëm, atë hajvan. Na e presëm dhe ata hanë. E na hajvanin që e presën I thartë e librit. Ne këtu të thëmë konfrontohemi. Nuk konfrontohemi, për ne jetojmë bashkë me ehli kitab. Kemi jetu edhe në vendlindje kur kemi qenë, mirë po pak kemi qenë distancum dhe kemi jetu ma grumbull, që ka pas fshat etnik që ka qenë kretë musliman, dhe fshati tjetër përske ka qenë ortodoks, apo pa marë parasysh, për ehli kitabit, por këtu të shtash ku jetojmë ne, në Perëndim, ne jetojmë zbashku me këta, dhe këtu ne gërshetohemi de facto, ballafaqohemi me festat e këtire, si që përmenda një ditë në lidhje me ato festat e krishterve, festat e jahudive, dhe ato shofin festat e muslimanve, ku nuk I kanë pa më përpara, ku edhe nuk ka qenë edhe televizor, shtash ato në përmet ekranit televiziv, por edhe në përmet muslimanve që jetojnë në atë vend, ati ato shofin duke I manifestu muslimanët festat. Po gjithashtu edhe ushqimi këtu. Ushqimi ne jemi detyruar faktikisht të blejmë ushqim prej shitoreve të krishterëve. Prej shitoreve të krishterëve. Prioriteti për parësia është në ere aj vend, aj mishtore ati ku pret muslimani. Nuk ka mundësi, është ndalume me liqë të shtetit të pritet, ape ka prioritet ajo mishtore ku muslimani shet. Pse ka ajo prioritet? Ajo ka prioritet sa ajo musliman nuk shet der. Nuk e shet atë mishin që o haram. Po nëse edhe kjo nuk ekziston, ka të drejt muslimani të marrë mish të lopës, mish të hajvanit që I hatë mishi prej krishterit edhe prej jahudive. S'ka të drejt kush të bëjë haram një gjatë që Allahu e ka bëjë halal. Edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Nëse ka dyshim se e ka përmend emrin e Allahut, apo se ka përmend emrin e Allahut, do të bazohet në hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam,
thot fesemmillaha wa kul. Përmende emrin e Allahut azza wa jall edhe ha. Sikur ndëgjohet prej popullit se jahudit të cilët jetojnë këtu nuk e hanë mishin e derit. Edhe ata vetë nuk e hanë mishin e derit, edhe nuk e hanë ata mishin pa e therë. Ata e sjellin atëre, e sjellin prej vendit tjetër ku pritet, dhe muslimani nuk ka mundësi të marrë halal, nuk ka mundësi të gjej më halal se çaj vend. Atëre ajo ka prioritet. Ku ka prioritet? Shitoria e jahudive, ku ata e shesën mishin e lopës të kafshës që i hatë mishin. Pse se ata nuk e hanë pa e vërtetua preje tamam. Edhe ata e presën hajvanin sikur se që e presën ne. Edhe ata e therin hajvanin sikur se që e therim edhe ne. An Aisha radiallahu anha أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث واحد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا أنأكل منها فقال سموا الله وكلوه. Si që përmenda hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam që transmeton Aisha, ka thënë se këta njerëz janë shumë tri në Islam. Edhe ne nuk e dimi ata kur i kanë prerë këto kafshët, e kanë përmenë emrin e Allahut, ajo pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, ju përmendni emrin e Allahut dhe hanja. Islami nuk e shtrëngon atë shumë çështjen, saqë ndonjëherë njeriu ngarkohet me probleme, a nuk i din ato të lehtësimet e Islamit. Nuk i din ato lehtësimet e Islamit. Nevoja për ushqim ndonjëherë e bën që njeriu faktikisht me pa dijen e tij një gjë duke menduar se ajo është e ndaluar, ajo de facto është e lejueshme. Dhe ai e quhen si të ndalueshme dhe pastaj e përdor. Ma kjo është kështu. E kuptuat? Faktikisht ai tu e shtrëngu Islamin atë shumë sa që e merr pastaj dhe e përdor ato që e konsideron se nuk është e lejueshme, ajo de facto është e lejueshme. Ajo de facto është e lejueshme. Nuk ka nevojë ai me shibe me atë dyshim ose me atë bindje se un jam të hëngër mish të hajvanit të lopës që e ka therr jahudia dhe me bindje se ajo është e ndalueshme. Le ta dije se ajo është e lejueshme, le ta haje sikur është e lejuar. E nëse ai ka këtë bindje, atëherë ai duhet të largohet prej atij mishit. Atëherë ai duhet të largohet prej atij mishit. Ne kemi këtu dhe baja Ahlul Kitab halal, edhe autori i këtij libri që ka grumbulluar ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu vesselam e ka shkruar temën të prerët e ehli kitabit, jahudit dhe krishterët që i therin dhe i presën hajvan që u hatë mishi, thot halal e ka bon. Dhe të minjene ka bon halal. Thot, të therurit prej ehli kitabit, hajvan të cilët i presën i tharë të libit jahudit dhe krishterët, janë halal. An Ibn Abbasin radiallahu anhuma fi qawlihi ta'ala fekulu mimma dhukira smullahi alejhi wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Ibn Abbas jep një koment ajeteve të Kuranit që ju do t'i lexoni dhe do të thoni se erdh në kundërshtim me bisedën apo me ligjëratën e hoxhës, se Allahu azza wa jall në Kur'an thot hani atë mish që përmendet emri Allahut azza wa jall, dhe thot në ajet tjetër mos hani prej atij mishit që nuk a përmend emri Allahut. Kur të përmendim këtu, bëhet fjalë për hajvanat që ju hahet mishi. Thot mos e hani atë mish të atij hajvanit që nuk është përmend emri Allahut azza wa jall. Çka thot Ibn Abbasi për këto dy ajetet? Këto dy ajetet janë të anuluar në përjashtim
dhabihatu ahli al-kitabi bi qawlihi nusikhata واستثنى منها ذبيحة أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Ju e keni ndëgjuar se Ibn Abbasi ka qenë një ndër sahabet që më shumti e ka kuptuar Kur'anin famlart. Është edhe ajo duaja e pejgamberit që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, bëne të ditur në dinin e Allahut. Ibn Abbasin e ka lakmu, e ka përkthel dhe ka bën lutje, o Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Bëne faqih që ti kupton më shumë ti fe, ta kupton më shumë ti fen dhe bëre prej atyre që ta kupton Kur'anin famlart, tefsirin. Thot Ibn Abbasi, këtu përjashtohet çdo kafsh që nuk përmendet emri Allahut azza wa jall. Një njeri nuk e përmend me qëllim emrin e Zotit. Kur e pret një hajvan, nuk hahet mishi atij hajvanit. Edhe nëse ai njeri është musliman. Edhe nëse ai njeri është musliman. Dhe ti ja përmend, thot çfarë se përmend me qëllim. Qëllimisht se përmend emrin e Zotit azza wa jall. Me kanë se pa qëllim njeriu haron me ato që besimtar musliman dhe e ka pre, edhe thot ta thuaj përmenda emrin e Allahut, ta thuaj se përmenda, thu bëna bismillah kur e preva kët muzat, kët lop apo jo, me ato që është musliman hahet mishi atij. Se ai nuk e ka bën me qëllim ta lënë ata. Por nëse me qëllim thot, "Për thikën ti ta leti bismillahin", atë nuk hahet ai mishi. Kurse përjashtohet këtu ehli kitabi, jahudit dhe krishterë, me cilën me ajetin të cilën është shpallur wa ta'amul ladhina, ushqimi i cili u sjellet juve prej idhtarëve të librit krishterëve dhe jahudive është halal. Është halal. Të ndalemi pak këtu te si janë anuluar të ajetet janë në Kur'an, ku Allahu azza wa jall thot mos e hani një mish që ati nuk a përmend kur a preje, kur a therë emri Allahut azza wa jall. Abrogim e përdorin në shqip këta, por mensuh është fjala arabisht pastër, ajetet të Kuranit ka mensuh. Kur të themi mensuh, si mundet të jenë mensuh? A thua Allahu val e ka thonë një gjë dhe pastaj Zoti Gjellëshanu e ka thonë një gjë të kundërtën, se hasha ve kella, Zoti e haroi ato, nuk e tha mirë, shtash dhe e thotë më mirë, nuk është ashti. Zoti e ka shpallur Kur'anin nga dale për 23 vjet. Dallimi i Kur'anit që është krejt mrekulli, është këtu që edhe mrekullia e Kur'anit do të vazhdon deri në ditën e Kiametit. Këtu ai dallimi në mes të Kur'anit famlar dhe librave të shenjta më para. Pse? Zoti Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu ashtu si e ka zdripur etapa apo si pas nevojës të njerëzve, Kur'anin famlar dhe i kalon disa ajetet të cilët janë të anulume, që me ato ajetet të Kur'anit nuk veprohet. Ne kemi ajetet e alkoholit, venës. Një prej tyre kemi të venës. Ato ekzistojnë ato ajetet, ku Allahu azza wa jall thot mos hini në namaz duke qenë të dehur. Pra, jashtë namazit mund të jemi të dehur. A kuptohet kështu? Për me këtë ajet nuk veprohet ma. Ama ajeti ekziston. Kështu është edukata e Zotit azza wa jall robin e vet ta edukoj ta shtije në Islam. Dal nga dal dhe muslimani ta përdoren ndaj atij tjetrit, dal nga dal ta futje në Islam dhe pastaj ai vepron vet. Ati ka urtësi që Zoti Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu i kalon, se ka ajete që Allahu e ka anulu. Zoti Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu e ka qume një periud, një ajet të Kuranit dhe e ka hek krejt prej Kuranit famlart. E ka urnu pejgamberin alayhis salatu vesselam që ai ajet
të anulohet dhe më mos përdoret. Ajo është urtësia e Zotit Azza wa Jall. Këto ajete të Kuranit janë shpallur në Mekë, kurse ajeti që Allahu e ka bën të lejushme, ushqimin prej iftarëve të librit është shpallur në Medinë. Edhe kur vjen në kundërshtim ajeti me ajetin, mirët në konsiderat ajeti i cili është shpallur më mrapa. Mirët në konsiderat dhe praktikohet ai ajeti që është i shpallur më në fund. Më në fund. Kjo temë është pak e rëndë për ta kuptuar, mirë po Allahu Azza wa Jall ka dash qashtu të jetë, dhe aja jetë, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah, nuk është i anuluar krejt, mos e hani atë mish që nuk ka përmend emri i Allahut. Ai funksionon. Me ata jetë funksionon, me ata jetë punohet, veprohet, mirë po nuk është i anuluar krejt, tu përjashtohet prej këtij krejt, përfshin krejt njerëzit të cilët nuk e përmendin emrin e Allahut Azza wa Jall. Në koment është mos i hani ato ushqimet, ato mishnat që nuk ka përmend emri i Allahut Azza wa Jall, pa përmend tjetër emër. Në emër të ati fëmijës të babës, agjibabës, në emër të ati putit, në emër të gjartnit, në emër të kështuhit, qashtuhit, kreti hin ati. Gjdo emër, jashtë të emrit Allahut, qa përmend, edhe aprija, aj hajvon, aj mishë është haron të hatë. Kjo mujmel. Atë gjermanisht i do në allgemein, kret i përfshin. E tash, e dita hin wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh. Mos e hani mishin e çati ajvanit që nuk ka përmend emri Allahut Azza wa Jall me qëllim. Nuk e ka përmend. Edhe pasi ja bën e mundur, ja bën me dije që ta përmend edhe se ka përmend. Përjashtohet kush? Ai që e harron ta përmendë emrin e Allahut. Qetër kuptim, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Ato e përmendin ehli kitabi, i thartë e librit, jahudit dhe krishterët, bismillah, sikur se ne, pra përjashtohen hani mishnat që i presën, lopën, viçin, delen, që i presën krishterët dhe jahudit. Të përjashtohet që nuk hinë në këtë, që i presën krishterët edhe që i presën jahudit. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. Përjashtohet kush? Përjashtohet ahli kitab. Po mushriki nuk përjashtohet mushriki. Me thon bismillah para nesh këtu. A hahet mishi asaj lopës? Nuk hahet. Pse se ai beson tjetër Zot. Ai beson tjetër Zot. Kurse ahli kitabi janë në besimit monoteizmit. Faktikisht që besojnë në një Zot, besojnë Allahun Azza wa Jall, besojnë në profet, në pejgamber, besojnë në libra të shenjtë. Dhe kështu që ahli kitabi ka dallim prej atyre. Mushriki edhe me thonë para muslimanve, bismillah, ne e pret një ajvan që të shesë mish. Këta musliman nuk kanë të drejtë të hanë. Nuk kanë të drejtë të hanë këtë mish. Pse? Se ajo është me bindje të besuarit jashtë të Zotit vërtet. Beson tjetër Zot përveç Allahut Azza wa Jall. Mrena kësaj teme, Imam Maliki edhe Imam Shafiu kanë thënë: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مدنية والآيتان قبلها مكيتان فنسختا بالمدينة ومعنى هذه الآية أن ذبيحة اليهود والنصارى حلال لكم ولو غيروا وعلى هذا مالك وقال الشافعي بشرط عدم التغيير. Thoni Imam Maliki dhe Imam Shafiu,
pa marrë parasysh se si e përmendin jahudit edhe krishterët emrin e Zotit. Kur ata e therin lopën, e therin viçin, apo e therin çdo hajvan që i hahet mishi. Nuk duhet ata shiquar se ata ku si qishe presen. Si e presen ata. Ka një mendim të imam Aliut, apo të thëmë sahabës të ndëruar, Aliut kerramallahu veçhahu, thot, unë nuk shoh shirk më të madh se sa një njeri që thot Isa është djali i Zotit. Shirk i madh është, ti thosh ti për shembull se Zoti ti përshkruaj djalë. Shirk i madh. Si e komentojmë na kot, si e marrëm na kot kur ka thon Hazreti Aliu radiallahu anhu se nuk shoh unë shirk më të madh se sa një njeri që i përshkruan Allahut djalë, edhe pastaj ta presë lopën, ta presë viçin dhe t'i hahet mishi. Duhet merret parasysh ajo thonje. Nuk është e thonje për shembull të lihet poshtë. Se u kuptuam ç'tash me këto ajetet edhe e murëm kështu drejt për drejt. Ehli kitabit pak a shumë ne këtu si jetojmë, duhet t'i kontrollojmë. Duhet ta marrëm në konsiderat këtë çështje për me i kontrollu ata. Nëse ehli kitab e merë hajvanin edhe e mbitën, edhe një musliman që ati me bismillah e mbitën hajvanin, me bismillah bile, përmendën bismillahin edhe e mbitën, tut di kanë bërë një vepër të keqe dhe ai hajvan nuk i hahet mishi, ati hajvanit nuk i hahet mishi. Në është për këti muslimanit, në është për ati ehli kitab. Pse? Po edhe ai nuk e ka respektuar fejnë e vetë, po edhe kise ka respektuar fejnë e vetë. Nëse i thartë e librit e kanë në program që t'i mbitin ato dhe të hanë, sikur e ka pa gjali Hazreti Omerit, një pul apo një shpes, e ka pa një gjallë të ri, e ka lithat shpesën edhe po i mshon me gur, ti dalë shpirti edhe të haje. Edhe e merë gjalli Hazreti Omerit, Abdullah ibn Omeri, e pretat shpesën e i thot mere ha. Edhe shkon të familja e ti, me gjithat qunë të ri ati, thot, nëse i hahet mish, nëse don të përdori ushqim, prej një kafshë se cila posedon shpirt, na ka ndalu, thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, musabarën. Musabarë i thon me evra hajvanin, me evra me gur, me evra me sakic, me evra me çfarë do lloj mjeti faktikisht që e mbitën hajvanin. Thot neve na ka ndalu pejgamberi ta përdorim mbitjen e çdo hajvanit në atë mënyrë, edhe nëse mbitet thot në atë mënyrë, na ka ndalu pejgamberi ta ha mishin e atij hajvanit. Mishin e atij hajvanit. Nëse është me liq të ehli kitabit, që ata ta mbitin, se shumë herë bëhet pyetja se këta e vrasën hajvanit, i mshojnë me atë altijen ati, ama e kanë me liq fetar, krishter, që ata ta presën minjere para se me i dalë shpirti. E kanë me liq atë, që interesoni, se e kanë me liq në përmishtoret, që në të mdhaja ata e kanë me liq masit i mshojnë me atë altije ta presën. Mrena asaj, që ka dikush i thot se mrena asaj që ata presën shumë me të madhe, e qoftë dhe një hajvan, as qoftë dhe një hajvan, ati nuk jemi të obliguar na të bëjmë hulëmtime dhe të kërkojmë dhe të shkojmë për çdo ditë faktikisht të shiqojmë ato. Për çdo ditë. Se ne kemi njerëz këtu musliman që pak a shumë janë të detyruar faktikisht hanë ushqim që bëhet, mos e hanë të atë mishin, bëhet e jemeki, apo e gjilla bëhet me qatë mish. Kemi vëllezër musliman që gjinden në përburge, faktikisht edhe pse këta mundohen në atë aspekt të respektojnë si cilat feje, në fakto muslimanve mundohen që të bëjnë veç, special për musliman, me ato që ata të hikin
mos përzihet me mish deri, mos të hanë mishin e derit. E për muslimanët u përgatitin veç special që të ketë mish kafshës që i hahet mishi. E mos i dërgoje mish deri. Mirë po, ata që janë më musliman, ata kanë frikë ta përdorin të hanë këtë ushqimin, se këtu nuk ka përmend emri Allahut azza wa jall. Emri Allah. Ne e kuptuam temën se ati për ehli kitabit se si duhet të hahet ai mishi apo mos hahet ai mishi, e ka njeri që e munon veten në fakt të tu i hik një gjans që Allahu ja ka leju. Një gjans që Zoti Gjellëshanu ve Gjelle Gjelaluhu ja ka leju. Po kemi njerëz që edhe në për firma të ndryshme ku punojnë në për terene të kënjetu që, kur inë ka një javë, ku me ditë që a gje përdorin jemeke, përdorin gjellna të ndryshëm dhe mundohen ato shefat a këta t'ju në kushan që atine t'ju afrojnë mish prej kafshës e cile hahet mishi dhe aje mundon veten praktikisht ati i lejohet të haje atë gjell, i lejohet të haje prej ati mishit që ehli kitabi e ka therë, e ka preje, Allahu a'lem. Zoti e din të vërtetën dhe inshallah Zoti Gjeleshanu ve Gjelle Gjelaluhu ati ku kemi gabu, Allahu na i falë, ati ku ja kemi qëllu, natyrisht se nuk mund t'ja qëllëm vetëm se me ndihmën e Allahut azza wa jall. Zoti u bekoft, Allahu Gjeleshanu është përbleft për durimin që patët, e kulu kauli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim, lillahi l-Fatiha. نام الخليون وارتاحت نفوسهم